Joti mishin të han, kemi thone, për koskën të ru. Edhe njëherë. Joti mishin të han, për koskën të ru. Unë kam gjuhë të vazhdimisht, si që keni gjuhë shumica juve, shpesh herë, që kur kemi ardhë në mend tona. Edhe zakonisht referohet kur në një nga të afërmit të tuaj ka bo diçka që ti se prisje në të mirën në tate kryesisht, edhe por që nuk duhet hedh poshtë. Edhe kemi thonë, joti mishin të han, po koskën të ru. Edhe unë se kisha kuptu asnjëherë këtë dhe s'kisha ra kur dakord me këtë. E që më intereson më që më ruja koskët, ka qenë ideja ime për hershme, kur ti më hake mishin. Mirë për perceptimet e tona, mund t'jenë komplet gabim. Do të flasë të shi dhe për një përdërim të fjales emigrant nga ana ime, që më pati revoltu njëherë, e një ka, edhe një miku im i mrekullueshëm i letrave, njëri që njëhet dhe është i respektuar dhe i nderuar për mua si një person që kam adhuru kur i kam lexu shkrimet, më pa të thonë pse revoltohesh. Për arsye se nuk ka kuptim të keq apo të mirë, që për mendimin tim ka qenë mjaft denigrues fjala, metët gjithmonë, fjala imigrant dhe refugjat, metët denigrues të kon, por perceptimi që unë kam pas për fjallën është se nuk i përket njerëzve që kanë ngulëron një vend, janë bo qytetar të ati vendi. Për shembull, se do kthehemi tek ajo që nisa, joti mishin të han për koskën të ru. Për shembull, fjala emigrant, për mendimin tim, nuk është fjalë që të nderon. Është përshkruan një person që vjen nga një vend ekonomikisht jashtëzakonisht i varfër, edhe ku të dërohesh të ikesh për bukën e gojës, të ushqesh familjen, të emigrosh në një vend tjetër, edhe ta lesh vendin tat për gjithmonë, është emigrant. Por, metët emigrant për aq kohë sa në vendin ku shkon, në vendin ku emigron, nuk ka ngulëronj, nuk është bo qytetar i atij vendit. Në momentin që ai vend ku ti shkon të jep dokumentet e rregullta, dhe ti si e mo thjesht një emigrant që ka ardhur ty, por ti jeton tash në atë vend, është vendi jot, ke të drejtat ligjore, e jo më kur të bosh në shtetës, por në momentin që ti jepet për shembull një sojourno, ka qenë dikur në Itali apo green card, apo një numër me punu, atë moment ti si e mo emigrant. Ti ka emigru nga Shqipëria, fjala vjen Amerika apo në Gjermani, po nuk je më emigrant, edhe nuk e man në të emër emigrant. Ai që e përdor ndaj teje, e përdor gabimisht, është i pa informuar me leksikon e fjalës. Është një lloj sikur thush, po ky reçeli është fik, nuk është reçeli fik se është bo me reçel fiku. Fiku është tjetër, është një kokër, me lëkurë të kuqërrejmë të po të bardhë, në vares që është, që rrinë dekë dhe këputë dhe e shërben të rezë në tavolinë pa anë, ashtu ka një lëkurë që mund të hash me lëkurë, po tjetë pastër, ose mund të heqesh, mund të ndash me dur. Ky është fiku, për kufizimi fikut. Reçeli nuk është fik. Nuk mund thush me jepet fikun aty, kur s'ka fik. Nuk mund të thush me jepet patligjonin sa ke gjell me patligjon. Është gjell, mund të jetë bo me patligjon. Edhe mund gjithmonë me vrasin, me shkatrojnë, keq përdorimet e fjalëve, ose përdorimi pa përgjegjësi i fjalëve. Nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve sot në Shqipëri, po keq përdorimi i vetë fjalëve, termave, edhe sidomos kur duam të hiqemi
të ditur dhe të mëdhej. Fjala migrant edhe një herë tregon edhe identifikon një person që po lë vendin e tij për një vend tjetër për gjithmonë. Por ai person metet emigrant, për në qoftë se flasim me terma sakta gjuhësore, metet emigrant deri ditën që vendi ku ai ka shku e njeh si qytetar të tij, i jep dokumentacionin e rregullt, ka të drejtë jetojë në atë vend, jo më si punë-kërkues, po edhe si qytetari i tij vendi. Atë moment ai person nuk është më emigrant. Edhe nuk mundesh të thush emigrant, sikurse s'mund të thush mo gjellës që është bo me bamje patligjan, më jepi pjatë me patligjana, mund i pjatë me fasule grosh, se kështu e kemi qujt. Pra edhe një herë, fjala emigrant ka kuptim, edhe është sakt të përdorim për një person që emigron nga vendi vetë në një vend huj, sa ko që nuk është bo me dokumente. Në momentin që është bo me dokumente në atë vend dhe është qytetari rregullt ligjor i atij vendi, e jemotjet bo në shtetë si mund bëhet edhe ndoshta kryeminist apo president, nuk është emigrant. Mund këta më shkatrojnë keq përdorimet e fjalëve edhe të folmet me kompetencë kur i dim gjonat kur nuk i dim. Por larg kësaj, për konceptet, ai që desha të flas është se ne kemi pas një shprehje që ka ardhur zdihetsen nga thellësia e shekujve. Edhe kjo shprehje është joti mishin të hanë, por koskët të ru. Edhe unë gjithmonë kisha pas idenë që kjo është një shprehje krejt pa kuptim, edhe e pa moralshme, që më intereson mu, në qoftë se ti mirun kockat mu, kur ti më haka mu për zjalli, mishin të hanë. Mirë po, njerëzimi, shkenca, evolon. Evolon aq sa shkon prap në atë zhvillim kolosal të asaj që mendohet botë e artë e Florint, që ka qenë shumë shekuj para se botë shkatrohej, që ka qenë ndoshta kur Anunnakët perëndit zbritën nga qielli. Edhe çfarë po ndodh? Tashti që bota ka avancu në shkencën e rikrijimit, tashti po të marrësh një fosil, një kock të patret me akoma, për shembull një dinozauri, shkenca mund të riboj edhe herë atë dinozaur që ka jetu mijëra shekuj, ashtu vite, dhjetra apo qindra shekuj më parë. Çfarë të tregon kjo vëllezër e motra? Kjo tregon se koska, eshtrat, fosilet kanë krejt qëndësin të atë. Mjaft që të morësh një grimës në për laboratoret e sotëm, edhe që të po perfeksionohen çdo ditë e më shumë dhe më shpejt, edhe ribohet kjo. Atëherë, çfarë pas ka qenë kjo si thon e mumive që i konservonin, si quhet kjo, njerëzve në për piramida, s'ka qenë gjë tjetër. Ka qenë thjesht të preservojmë njerëzit e mëdhej, faraonët, kokat, gati si për dimensioneve të tjera, për nga aftësitë mendore, intelektuale, stratege, ushtarake, çfarë kanë pas këta, të ruajnë meshtrat e tyre. S'na intereson mishi, zemrët. Ata i kanë ditë në qoftë se ata kanë arrit një shkencë kaq të madhe sa të ndërtonin piramidat, edhe sa të konservonin mumjet, edhe t'i runin për shekuj, ata e kanë ditë që njeriu të jetë njeriu duhet dhe zemra, i duhen dhe moshkrit, po ja kanë heq këta. Sa e vetëm ajo që është e rëndësishme. Për të ribot njeri, pra, për të rinjallët njeri është koska. Pra,
ti mund të ribësh prapët faraon, që e gjenë në qëse se dëmton e shtrët. E merë në laborator, atë një grimës koska edhe aty është gjithë shka. Bëhet prapa i që ka qenë mas mire vjetësh në qëse i intereson njërzimit edhe njërzimi ka nevoj për njëri tillë. Pra ka qenë, është e lashtë kjo, është rëndësishme, që të rush dika për gjithmonë, të mos vdesi kur, të ribësh her mas here, në qofë se i runë kockat. Edhe kjo shprehja jonë ka që thjesht që më dukte pa kuptim, ta shti po merë kuptim gjithnje më të malë, që joti mishin të hanë, ta bon jetën si thonë të padrushme, ta bon jetën të merë, por ama të runë për gjithmonë, kockat i runë. Pra, të të qo që ne të shqie keme humbë se humbëm shkencën, por ajo botë që ka qenë, e që të trume dhe avëndësume që në lashtësisë si që kemi njohë ne, ose që ka met nga mos jo shkatru, ka qenë bota pelazka, Ilira Pelazke dhe bota egyptiane, vëllezër e motra, varet e njerëzve të mëdhenj të këtyre racëve Pelazko, Ilira dhe egyptiane kanë qenë madhore. U kushtohesh më shumë rëndësi koskave të një të vdekur se sa njerëzve të gjallë, sepse kjo tregonte se ruhesh për gjithmonë, edhe në qoftë se koska do ishte aty, do vinte prap njerëzimi në stad zhvillimi që të ribonte prap si shka ardhë sot. Pra, ka do më thonë jetë madhe, kjo fjala jonë që vjen nga një kohë, kur bota jonë do të ketë që një botë prisish e mretresh, botë bortaresh, që e thotë, joti mishin të hanë, pa koskën të runë. Sa më gjoka ju përshnet.